Tensionet mes Indisë dhe Pakistanit kanë rritur në një pikë kritike me përshkallëzimin e konfliktit që ka ngritur alarmin ndërkombëtar për një përplasje të mundshme bërthamore. Kryeministri i Pakistanit ka bërë thirrje urgjente të autoritetit të komandës kombëtare struktura të mbikëqyrë arsenalin bërthamor të vendit. Një lëvizje që ndodh për herë të parë që nga viti 2019. Pakistani ka nisur kundërpërgjigjen ushtarake të quajtur Bungje Nun Marsos, një term që simbolizon një strukturë të fortë dhe të bashkuar. Operacioni sipas ministrit të informacionit ka pasur si objektiv vetëm objektivat ushtarake duke shmangur viktima civile. Ndërkohë ministri i mbrojtjes i Pakistanit ka paremëruar se një luftë bërthamore mund të shpërthejë në çdo moment nëse India vjon sulmet e saj. Ai ka theksuar se një përplasje e tillë do të sillte pasoja katastrofike dhe përgjegjësinë do ta mbante India. Ndërkohë kryeministri i Pakistanit ka akuzuar Indin për provokime të rënda dhe ka autorizuar një përgjigje ushtarake përfshirë përdorimin e raketave. Ekspertët paralajmërojnë se në një luftë bërthamore në rajon mund të shkaktonte mbi 125 milion viktima. Në këtë klim të tensionuar, India ka marrë masa sigurie duke mbyllur përkohësisht 32 aeroporte në veri dhe perëndim të vendit, përfshirë rajonin e Kashmirit. Nga data 9 deri në datën 14 maj, për të gjitha fluturimet civile, bota po bën thirrje për përmbajtje për diplomaci, ndërsa rreziku i një katastrofe mbetet akoma real.